Çka po të neverit më shumë në këto zgjedhje? Çka po të shkakton neveri më shumë? Jo, s'kam unë... Gjuha që përdoret? Jo, gjuha nuk është e rënë. Albini po flet, të tjerë s'po flasin, s'kan ndaj fushat, du të them, natyrës se çfarë pe banaj. Ai për në një farë mënyrë po bën fushat për të fitu votat e atyne që mendon që i ka me veti, por du të bazohem në atë që pata ndëgju njërë presidentin Trump, duke thënë që mu nuk më interesojnë votat e njerëzve të meqëm, po më interesojnë votat. E tani, me i bind ata që votojnë, janë 3-4 kategori njerëzish që ti duhesh me i bind. Dhe bindja më e mira është tani shkelja e rande kushtetutës dhe ligjit, që në kushtet në fushat, gjatë fushatës zgjedhore dhe muajin zgjedhor, që ndahen 200 milion nga buxheti i Kosovës. Dhe kjo është për mua një korrupsion i rënë për vota, për zgjedhje. Ne si kandidat jemi të obligum që edhe në qofë se e pim një kafe me diken, me paraqit në KQZ, që e kemi pi kafen me 2 veta atje, dhe kafet i ka pagu X-i, ose i kom pagu une, dhe duhet me tërgu ku i kom marrë në paret që i kom pagu 2 kafe. E në anën tjetër? Në këti që i ka shpërnda tani, po dënë, së di sa i ka mri dhe i tash numri, po 200 milion, a i kërkojnë këti llogari. Kush duhet i kërkoj llogari? Parlamenti. Dhe parlamenti nuk funksionon. S'ka parlament. Sepse rregullat, ligji dhe kushtetuta për këtë çështje është gabimisht e shkruar. Nuk ban, nuk mundet me funksionu asnjë ditë qeveria pa parlament. Nuk mundet me nda. Çka do të thotë kjo për demokracinë në një vend? Kjo do të thotë që ne akoma nuk jemi republikë parlamentare, ne jemi republikë qeveritare. Qeveria merr vendime, qeveria shpenzon buxhetin pa kontroll parlamentit. Kjo është problemi. Po ndjeni të mundur politikisht? So puna që ndihem të mundur. Po ndjeheni të mundur. Kështu e kemi me tregimin e tij. Kështu e kemi bërë edhe ne, edhe ne sa kemi qenë, se me ligj funksionon veç kryesia kuvendit, jo kuvendi. Edhe me tani nuk është mirë kjo. Në krejt botën, kudo, në kohë zgjedhjesh, o bëhet qeveri teknike, për shembull kushtet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, o kjo qeveri i merr brenda në qeveri edhe një 4-5 ministra nga opozitat propozum, me qëllim që të mbikëqyret veprimet, veçanërisht te Ministria e Brendshme, edhe te Ministria e Financave. Kjo dojnë mbikëqyrje. Kush ka? Ku japin llogari këta? Ku japin llogari? Qytetarët që më bën takime. Unë e pash ai sfesla, po që i pigjon do armë atje në për veri. Tani kanë ngrit njerëzit dyshime. Po ato armë, a janë kona, së janë kona, duhet mi pa, duhet mi identifiku. Ato janë publike, po. Apo do të mi bindë edhe sërbët atje që qyri keni një grup këtu kriminalsh që kanë armatime, po përgatisin diçka. Bënë dallimin, merë thiri komisionit, thiri qytetarë, thiri gazetarët, mi pa. Ju po kërkoni transparencë, llogaridhënie me shumë në mënyrë që të mirëmbahet demokracia. Kjo është demokracia, nuk është demokracia me lëshu komunikata, se na kemi lëshu komunikata dikur kur kemi qenë ilegal. Edhe në lëvizje, edhe në UÇK. Po tani jemi shtet demokratik. Duhet me bind edhe serbin, edhe shqiptarin, edhe të tjerët, që ne jemi pushtet i qytetarëve dhe jemi në shërbim të qytetarëve.
Nuk jemi pushtet i dhunës. Kjo është në rëndësi që duhet me pas parasysh këtë. U kritikua shumë dhe dërgimi njësisë speciale në këtë kohë krize në Skënderaj, zoti Haliti, u kritikua shumë në mënyrën se si ishte dërguar dhe pati mjaft paqartësi. Unë nuk i di atë. Keni informacione se po abuzon ky pushtet me policinë, me instrumentat e pavarura? Po janë pavarura ato, shikosh, definicioni për shtetin tjetër, dhe ata janë shteti. Ata janë fuqia, dhe forca është aty, por unë kam bërë deklarat publike dhe atë natë, policia, shteti ka për detyrë që punoj shumë me parandalu çështjet, me parandalu krimet, me parandalu rreziqet që i kanosen dikuj, me parandalu vrasjet, da dione. Atë ditë kanë shku, unë akoma nuk e di që ka ndodhë atje, që shka ndodhë, por besoj që me pas shku komandanti i policisë me një vetur me 2-3 qasifar që janë ta në ta inspektor e krimeve të i quj mëse të Çka do që vlerëson prokuroria, prokurore e vlerëson ato, jo policia. Me i pas dërgu, kishin me marë bëndoj përgjigje pozitive nga kryetari komunës. Me bisedu, me trajtu temën, edhe me njek procedurën, që ose ka procedurën. Në fakt se cilësoni në gjarën në Tani, këta e përdorën për me tregu fuqinë, me tregu forcë. Besa, kom dëgju edhe ka pas tendenca me shkarku edhe drejtorin e policisë. Të cilin dikush e kam marrë mbrojtje. Unë e kam spekulim këte, nuk kam argumente. Por e mira smirës, ajo që ka ndodhë, mas rastit, nuk ka ndodhë diçka e keqe. Këta e në shku me forca speciale, qytetarë që ndalë me traktura, me mbrojt. Dhe ka qenë një angazhim i dyanshëm për ta mbrojt, do thëja, njërin ose tjetrin, po mbi të gjitha duhet me ditë në Kosovë që ligjin e mbrojnë qytetarët, mund me thonë, por mbi gjitha obligim me mbrojt ligjin dhe me luftu krimin kanë organet e specializuar të shtetit. Patjetër, po. Dhe këtu hynë edhe policia, hynë edhe AKI-ja që duhet me informu, hynë edhe FSK-ja është... U dramatizua për masat e një nevoje që e pati pushteti Kurtit për ta ushqyer me tutje rrëfimin e tij mbi Samil Ushtakun, mbi tregimin për Samil Ushtakun, mbi tregimin mbi një figurë politike që e zapon PDK-n. Nuk du me frykët me atë situatën atje. Është mirë që ka përfundu si çështje, nuk ka ndaj rrezik që mundet me ndodhë diçka. Ato që ka ndodhë i zgjidhin ata në vetveti. Institucionet janë ato që vendosin. Sigurisht, po edhe në qoftë se edhe njerëz ndërhyjnë për të mirë, është mirë me mujtë me pengu të keqe. E fundit, Haliti, Kosova e 8 qershorit ose Kosova e këtij sezoni politik nëse mujmë me qutë, do t'jetë reprizë e kësaj gjendje, apo e shihni Kosovën e pas 8 qershorit me një klim krejt tjetër politike? PDK-n si e shihni? Tani PDK-ja është ajo që e njohin të gjithë dhe e dim që nuk jemi në favorit dhe nuk kemi në një mekanizm i cili do të garantonte fitoren,
Albini ka gjithçka në shërbim, me përdor parët e shtetit, që janë korrupsion për mu, përdor gjithë mekanizmat që i ka shteti, shpenzimet, karburantet, makinat, administratën, gjithçka në shërbim të vetin, ka instalu një frikë gjitha institucionet e shtetit që janë tek punonësit që të mos marrin pjesë në tubimet të opozitës, po them veç të PDK-s, dhe kjo është. Dhe ka kriju një raport publik përplasës mes ti dhe Vjosa Osmanit, që unë mendoj që është një farsë, me marrëveshje të dyja palëve, që pas zgjedhjeve të bëhen bashkë prapë. Si do qoftë, ne po bëjmë përpjekje maksimaliste që të arrisim votën dhe të fitojmë. Na jemi duke bërë garë për medalë të parë dhe jo për medalë të dytë as tretë. Dhe gara kështu është konceptuar. Sa do të jemi të besueshëm, varet nga votuesit. Kënë do të votojnë, prapë votuesit do të vendosin, dhe kjo është betejë të cilës nuk duhet m'ju frikësu askush, por me rëndësi është që kjo betejë të luhet fair, e fair s'ka. Ti me të gjitha mundësit, e unë pa mundësi nuk është në rregull.